Alba, kafeja dëhre limit, një mëngjesi që nëgëre emocione, kur përpjekja për të qenë mirë bie përballë strategjisë dhe zakoneve të shtëpisë, shtëpia e Big Brother Kosova kishte zgjuar banorët e saj për një tjetër ditë dramatike, por ajo që po vinte nuk ishte e zakonshme. Alba, duke u zgjuar herët dhe duke përgatitur rutinën e mëngjesit, kishte një plan, të sillte kafen e parë për Lim Hotin, një gjest që për të simbolizonte përkujdesje, afrim dhe një farë ngrohtësie. Ajo ecte e qetë drejt kuzhinës, duke u përpjekur të duket si vajza e mirë, duke i dhënë gjithçka që mendonte se mund të sillte një moment harmonik në marrëdhënien e tyre. Kafeja, e ngrohtë dhe me aromë të freskët, u mbush me mendimet e saj. Çdo lëvizje e saj ishte e menduar dhe e kujdesshme, sepse ajo nuk donte të gabonte përballë Limit. Lim Hoti, një heshtje që flet pa fjalë. Kur Alba shfaqet me kafen në dorë pranë krevatit të Limit, ai nuk reagoi menjëherë. Nuk e mori kafen, nuk buzëqeshi, nuk foli. Thjesht e pa. Në atë heshtje kishte gjithçka, një farë indiferencë të kontrolluar, një reflektim mbi situatën dhe një mesazh të qartë. Kjo nuk është mënyra që e zakonshme. Shko, koje ludos, ai është mësuar me kafen tende çdo ditë, tha Lim me qetësi, por me autoritet. Fjalët e tij nuk ishin të ashpra, por rezultonin si një goditje e butë emocionalisht, duke i bërë Albës të kuptojë se çdo gjest i saj nuk do të shpërblejej siç priste. Reagimi i Albës, Alba mbeti e shtangur për disa sekonda. Në mendjen e saj, ky ishte një moment që do të kishte kuptim emocional, një përpjekje për të treguar afërsi dhe kujdes. Por refuzimi i Limit nuk ishte thjesht një pengesë, ishte një provë e rëndësishme e dinamikës së shtëpisë. Ajo e kuptoi menjëherë mesazhin. Nuk mjafton të jesh e kujdesshme dhe e sjellshme, sepse çdo gjest mund të interpretohet ndryshe brenda lojës. Banorët e tjerë që ndodheshin aty pranë, filluan të shikonin situatën me interes. Disa qeshën lehtë, disa mbajtën fytyrat serioze, duke kuptuar se çdo veprim i Albës do të kishte pasoja emocionale dhe strategjike. Dinamika në shtëpi, ky moment nuk ishte vetëm një situatë e thjeshtë mëngjesi. Ai tregonte rrjedhën komplekse të marrëdhënieve brenda shtëpisë. Alba përpiqej të tregonte afërsi dhe kujdes. Lim, i matur dhe i vetëdijshëm për rregullat e lojës, tregonte se çdo gjest mund të interpretohet dhe nuk duhej shpërblyer çdo përpjekje. Ludo, i përfshirë indirekt, po vlerësonte situatën dhe do të përfitonte nga kjo për të krijuar aleanca dhe strategji. Banorët e tjerë filluan të analizojnë çdo detaj. Si do të reagonte Alba pas refuzimit? A do të insistonte apo do të pranonin rregullin e Limit? Çfarë ndikimi do të kishte kjo në dinamikën e mëtejshme mes tyre? Kontrasti emocional. Ky moment tregoi kontrastin mes një qetësisë dhe maturisë së Limit, i cili ruante kontrollin dhe nuk tregonte emocion të dukshëm. Edhe pse ndjenja e tij ishte e pranishme, dy ndjenjave dhe pritshmërisë së Albës, që përjetonte një tronditje emocionale të butë, sepse përpjekja e saj nuk u shpërblye siç mendonte. Ky kontrast e bëri situatën tensionuese dhe dramatike, një lloj testi emocional për të dy banorët, por edhe për të gjithë shtëpinë. Pasojat për strategjinë. Ky incident i vogël me kafen nuk është thjesht një episod rutinë. Ai ka pasoja të drejtpërdrejta për strategjinë e Albës, sepse ajo duhet të vendosë nëse do të insistojë apo të ndryshojë qasjen. Aleancat e Limit, sepse ai tregoi qartë se kontrollon situatën dhe nuk lejon favorizime pa kriter. Perceptimin e banorëve të tjerë, të cilët filluan të kuptojnë fuqinë dhe ndikimin e Limit në dinamikën e shtëpisë. Banorët e tjerë, duke parë këtë, filluan të bëjnë plane dhe të parashikojnë se çfarë lëvizje do të kishte Alba nesër, dhe si do të ndikonte kjo në marrëdhëniet mes banorëve. Ndihma e mendimit të tjerëve. Gocat që pan incidentin nuk mund të ndalojnë të komentojnë mes tyre. Disa qeshin lehtë, disa shprehin habin e tyre. Limit nuk e pranon kafen. Ai është i vështirë, por e kontrollon gjithçka, thot njëra. Alba po përpiqet, por Limit ka rregullat e tij, shton tjetra. Edhe Ludo, i cili kishte qenë pranë incidentit, e vlerëson situatën dhe mendon për pasojat strategjike. Çdo refuzim i Limit mund të përdoret si një instrument për ndikim dhe kontroll brenda lojës. Një moment që tregon fuqinë e Limit. Lim Hoti tregoi se është jo vetëm një lojtar, por një banor me karakter të fortë, që di të menaxhojë emocionet dhe situatat pa humbur kontrollin. Ai nuk reagoi ndaj Albës, por tregoi fuqinë e tij të brendshme dhe autoritetin që ka brenda shtëpisë. Ky ishte një moment që nuk harrohet, një veprim i thjeshtë mëngjesi, një kafe, një refuzim i qetë dhe strategjik, por që ndryshon emocionet dhe dinamikën në shtëpi. Përfundimi, mëngjesi ku Alba i çoi kafen Limit dhe ai nuk e pranoi, duke e dërguar te Ludo, nuk ishte thjesht një situatë komike apo rutinë.
Ai tregoi ndikimin e të kaluarës dhe zakoneve në lojën e përditshme, tensionin dhe emocionet e papritura që çdo veprim mund të shkaktojë, strategjinë e fshehur qëlimit përdorur për të kontrolluar dinamikën e shtëpisë. Banorët e tjerë tani po analizojnë çdo gest dhe çdo buzëqeshje. Çdo veprim ka pasojë dhe Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se çdo moment i vogël mund të krijojë histori të mëdha dhe emocion që mbetet gjatë në memorien e shtëpisë.